Është e vërtet, mama ime ka diskutuar shumë për këtë temë, edhe është edhe pjesë e shoqatës YVCA, që në Shqipëri është një shoqatë që punon shumë, drejtuar nga Dona Godaj, një grua shumë e fortë, një grua që është shembull, që nuk ka ndihmu vetëm mamën time, po ndihmon gra pa fund. Çdo njeri është diçka që çdo njeri duhet të marrin informacione dhe të kontribojnë tek kjo shoqatë, sepse po bën një punë YVCA. YV? YWCA, ta themi kështu që ta kenë më të lehtë edhe njerëzit që na ndjekin, sepse është po bën një punë të palodhun dhe gjatë gjithë vitit i jep mesazhe, sensibilizimi, si dhe i drejton dhe njerëzit dhe u jep informacion të saktë, sepse për këtë sëmundje duhet të kesh informacion të saktë dhe duhet të dish ndonjëherë edhe qoftë edhe për një njerëz që ti e din se ka kancer, qoftë edhe mënyra se si ti drejtohesh. Sepse shumë njerëz që e kalojnë këtë sëmundje e kanë shumë të rëndësishme pjesën se si sjallen njerëzit e tjerë me të. Dhe ndonjëherë njerëzit nuk dinë edhe se si me të pyet, edhe se si je, ose se si me ta drejtu pyetjen, pra nuk kanë shumë informacion. Ama kjo shoqatë funksionon në Shqipëri edhe jo vetëm, po bën një punë të palodhur me të gjitha gratë. Dhe kemi qenë unë me mamin pjesë e të gjitha aktiviteteve pothuajse që kanë zhvillu, edhe unë kam pas mundësi me kënu edhe këngën time që ja kam dediku mamit, këngën jetë. Edhe është diçka shumë e veçantë, sepse të dëgjosh historitë aty me të vërtet inspirohesh. Ata tashmë kanë bërë një libër, ku në atë libër një ndër historitë është edhe historia mamit time, që kanë mundësinë njerëzit me hyme e pa në social media, edhe librin, kush ka dëshirë edhe me e ble, që në këtë mënyrë edhe të frymëzohet, edhe të dinë që atje jashtë ka njerëz të cilët kalojnë sfida shumë të mëdha, por që gjithmonë ka një dritë në fund tunelit edhe gjithmonë mundesh me dalë. Unë du me të pyet për se sigurisht nga që mami ka kalu këtë sfidë, ti ndjeni se si ndodh, që ndodh. Si shfaqen simptomet e para, sepse thuhet nëse e kupton më herët, është më mirë. Po si bëhet, a ka si më guidelines kur duhet shku të çdo femër, në cilën moshë kur fillojnë këto testet, që të bëhet një test me ditë se me nxon më herët, shancat për mbjetesë janë më të mëdha. Çdo femër e ka mundësinë, sepse ajo fillon nga vetë kontrolli. Pra çdo femër duhet të jetë e kujdesshme që të vetë kontrollohet dhe mbi të gjitha për vajzat të cilat e plotësojnë moshën për me bë mamografit duhet të jenë të vazhdueshme dhe kontrollet tek mjeku, sepse problemi i parë njëherë në Shqipëri ka kanë kjo tabuja që jo ne nuk shkojmë mu kontrollu, sepse kanë pas komplekse. Nuk është kompleks me shku me u kontrollu te doktori, sepse parandalimi shpëton jetë. Dhe në këtë mënyrë mundesh me shpëtu veten edhe me jetu një jetë krejt të qetë, sepse kur dallohen simptomat që në fillim, kur janë ato shenjat e para, është më mirë, se sa unë kam dëgjuar edhe gratë të cilat thonë jo, nuk shoj se unë kam frikë. Po nga ta dish se ç'a ke nëse ti nuk shkon te doktori për mu kontrollu. Pra edhe nëse ti e merr vesh, prandaj e sjell si mesazh, edhe nëse e merr vesh, është diçka që tashmë e ka një zgjidhje. Por nëse ti nuk shkon dhe nuk je i vëmendshëm për ta kontrollu veten edhe për të ndjek për ato kontrollet e doktorit, atëherë është shumë vonë. Dhe e kupton më vonë që është një gabim shumë i madh ajo mendësia që ke pas, ose ajo neglizhenca, sepse shumë gra shqiptare që janë për tu përgëzuar sepse janë gra shumë të forta dhe bëjnë shumë për familjen, e neglizhojnë, e lanë veten shumë mbrapa. Tu marr me fëmin, tu marr me familjen, tu punu shumë fort, tu thonë se fëmia, se shkolla e fëmijëve, se kjo se ajo, se unë e kam pa edhe e shoh për ditë, e prekim këtë realitet. Duhet me mendu për veten dhe duhet me dash veten në fillim, sepse tu ken ti mirë edhe familja jote është mirë. Shkon zinxhir. Zinxhir është. Do mund testet me ba, ekziston mundësia që nëse është në zhvillim fillimet e para kancer, ekziston mundësia për një shërim më të shpejtë. Patjetër, më të shpejtë. Normal çdo rast është në vetë se unë nuk jam ekspert. Është i ndryshëm sepse normalisht as unë jam eksperte, por duhet me pas informacion dhe duhet me u informu që me ditë
unë këtë e sjell si mesazh, pastaj për të tjerat normalisht që gjithkusht duhet mu drejtu tek mjeku dhe duhet me pas kontrolle të vazhdueshme. Por që parandalimin kohë është një shërim më i lehtë, më i shpejtë, nëse ndodh që dikush e ka këtë sëmundje. Të përgëzoj për angazhimin me mamin aty tek ajo shoqat dhe përgëzoj edhe atë prisën e shoqatës. Dona Godaj. Dona Godaj, e përshëndesim. E përshëndesim patjetër. Edhe i urojmë forcë dhe vullnet që të vazhdojmë me tutje, që sa më shumë gratë afrohen, ndihmohen, të krijohet një sensibilizim. Unë mendoj që është një kauzë që çdo femër shqiptare duhet të jenë ndjeni.